إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالأندريم ذا الأدرات تتخوين الله جل جلاله I cili në begatoj me të mirat të shumta, salatet, selamet, qofshim i Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, begatin më të madhe që Allahu ja ka dërgu njerëzimit, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Kemi mësuar nga jeta e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam se pas një periudhe kohore 13 vjeçare në Mekke, nën tortura, nën vrasje të shokëve të tij, pas një embargoje, pas hijretit të parë dhe të dytë për në Etiopi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me urdhën të Allahut subhanahu wa taala vendosi me lshu Mekkën, me u drejtu për në Medinë. Pas krejt kësaj situate të cilën kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me braktisjen e tij të Mekkës dhe shpërngulën për në Medinë, kjo ngjarje na jep neve një mësim shumë të rëndësishëm, na jep neve një përgjigje për një pyetje shumë të shpërndam në kohën tonë, ku njerëzit thonë në qoftë se na nuk përzihemi në për këto sisteme të kufrit që besojmë që janë të kufrit, po përzihemi për qëllim të damit dhe dobisë dhe kështu me radhë, në qoftë se na nuk përzihemi atëherë çka duhet me bë, cila është zgjidhja? Zgjidhja është te hijreti. Ai që don me shpëtu fenë e tij ban hijret prej vendit të zullumit në vendin e drejtësisë, prej vendit të kufrit në vendin e islamit, prej vendit të bidatit drejt vendit të sunetit, prej vendit të fesadit në vendin e qetësisë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hijreti është i vazhdueshëm deri para kiametit, deri para se të lind dielli nga perëndimi. Hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekke në Medinë i jep përgjigje kësaj pyetje kur thonë po çka më bë në qoftë se na nuk përzihemi. Bani hijret. Toka e Allahut është e gjallë për me shpëtu fenë tuaj. Toka e Allahut është e gjallë për me shpëtu familjen dhe pasardhësit tuaj. Me të ardhën në Medinë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i veproi apo bani dy hapa shumë të rëndësishme që mund të themi se kanë qenë vendimtare për në atë kohë dhe
këto dy hapa apo vendime që i ka marrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë me të arritur në Medinë janë vendimtare edhe për në kohën tonë, në qoftë se dojmë me shpëtue. Pra kush don me shpëtue, kush don me dalë faqebar për kësaj bote me iman, me besim, me nënshtrim ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet mu kap, duhet t'i realizon këto dy vendime që i ka marrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me të ardhur në Medinë. Në qoftë se ndodh ndonjë prej devijimeve, apo lajthitjeve, apo iluzioneve dhe mashtrimeve që njerëzit kanë për kohët e tyre, ndodh për shkak braktisjes së këtyre dy vendimeve ose njëna prej tyre. Me të mbritur në Medinë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fillimisht i këshilloi sahabët me një hadith dhe u tha: "Afshu salam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhuluna al-jannata bis-salam." Këshilla e parë, mësimi i parë, e që edhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme. U tha, përhapeni selamin. Në hadithe tjera tha, jepni selam atij që e njihni dhe atij që s'e njihni. Jepni selam atij që e njihni dhe atij që s'e njihni. Jepni selam, shpërndajeni selamin. O at'imu ta'am, dhe ushqeni të varfërit. Wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, faluni natën kur të tjerët flejnë, pushojnë, tadkhuluna al-jannata bis-salam, keni mu fut në xhennet me selam. Me të arritur në Medinë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas së këshilla i mor dy vendime. Vendimet e para: ndërtimi i xhamisë dhe vëllazërimi i muhaxhirëve me ensar. Ndërtimi i xhamisë dhe vëllazërimi i muhaxhirëve me ensarët. Do të flasim disa pika për këto dy vendime të rëndësishme e që janë vendimtare për kohën tonë, që janë vendimtare për zamanin tonë, kanë qenë vendimtare edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po fillimisht duhet ta dim se Allahu xhelle xhelaluhu nuk shikon në trupin tonë, nuk shikon në pasurinë tonë, nuk shikon në këtë të jashtëmën tonë për të cilën na shumë kujdesemi. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allahu shikon në veprat dhe zemrat tuaja. Zemra, grada e zemrës, shkalla e zemrës, ka shi gjymtyrave tjera të trupit, është sikur grada e komandantit ka shi ushtarëve. Zemra është komandanti suprem i trupit. Gjymtyret, prej të gjymtyra më e vogël tek ajo më e madhja, nuk janë diçka tjetër vetëm se ushtar të nënshtruar ndaj komandantit, ndaj zemrës. Shqetësimi jon kryesor duhet jetë në përmirësimin e zemrave tona. Ne kujdesemi për zemrat tona në atë aspektin fiziologjik, në atë aspektin e materialit. Shkojmë dhe kontrollojmë apo në zemra jo. Po s'është për qëllim kjo. Se ka shumë njerëz që e kanë zemrën mirë, punon zemra mirë, po janë të vdekur. Dhe ka njerëz që kanë problem me zemrën mirë, po janë të gjallë të Allahu xhela xhelalu. Shqetësimi kryesor duhet jetë përmirësimi i zemrës tonë. Tha Allahu xhela xhelaluhu, shejtani dëshiron që t'ju ban juve cytje e t'u largon petkat, që që largoj Ademit a.s. me bashortin e tij. Dhe tha Allahu, wa libasu taqwa dhalika khair. Mirë po, petkat e devotshmërisë, ato janë më të rëndësishme. Në qoftë se shejtani na zhvesh neve për petkat e devotshmërisë, në qoftë se shejtani arrin t'i largon prej neve petkat me të cilat besimtari e mbulon zemrën e tij, sa do që mbulojmë prej jashtë, sa do që zbukurojmë prej jashtë, sa do që të mira i kemi fjallët,
sa do që të mira i kemi petkat, nuk është më rëndësi. Jemi të humbur në këtë botë dhe në botën tjetër. Shembulli i zemrës është sikur shembulli i fenerit. Ekziston mundësia që të jetë prezent fitili, drita, mirë po ajo çka është vendimtare është llampa e cila vendoset te fitili. Në qoftë se ajo nuk është e pastër, nuk ban dritë në dhomë. Në qoftë se ajo është e pastër dhe zdrit prej pastërtisë, edhe me qenë fitili i zjarit pak, ajo ka me përçu dritën shumë. Ky fitil është dituria. Ky fitil, ky zjarr është ilmi. E ilmi dhe dituria janë në zemrën e njerëzit. Kjo dituri nuk e përçon dritën e saj, në qoftë se zemra është e njollosur. Sa do pak qoftë njolla, bëhet pengesë shumë e madhe në përçimin e dritës. Zemrat e njerëzve ndahen në dy kategori. Zemrat të pastërta, që tha Allahu, ka më shpëtu atë ditë tek unë vetëm ai që vjen me zemër të pastër. Zemër të pastër. Cila është zemra e pastër? Zemra e pastër është zemra e cila e ka dritën dhe e ka mundësue gjymtyrëve që të marrin prej kësaj drite dhe të veprojnë. Dhe një zemër tjetër është zemra e njollosur, e smuar apo e vdekur. Është e smuar apo e vdekur për shkak njollave që i ka rreth kësaj drite. Drita ekziston, mirë po gjymtyrët nuk munden me marrë për kësaj drite që të veprojnë. Kështu është realiteti i zemrës me diturin edhe gjymtyrave me lampa. Pra dhe të kemi kujdes dhe kujdesin më të madh rreth asaj se çka fusim në zemrën tonë. Fusim diçka të mirë apo fusim diçka të keqe. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në Medinë i mori të dy vendime, xhamia dhe vllaznilloku. Kjo zemër për të cilën folën pak, njolloset me dy lloj njolla. Njollat e dyshimeve dhe njollat e epsheve. E njollat e dyshimeve janë më të rrezikshme. Njollat e epsheve dhe njollat e dyshimeve. Njeriu hipet pas epsheve dhe i bëhet zemra katran e zezë. Derisa të bëhet sikur një dele e zezë. Nuk e njeh të mirën si të mirë, nuk e njeh të keqen si të keqe. Dhe njollat e dyshimeve thellohet në dyshime, në besimin e tij, në akiden e tij, në fenë e tij, saqë nuk njeh të mirën dhe të keqen. Këto dy vendime që i mund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë kanë të bëjnë me këto dy çështje. Njëra kujdeset që t'i largon prej njerëzit njollat e dyshimeve dhe vendimi tjetër kujdeset që t'i largon prej njerëzit njollat e epsheve. Xhamia, hapi i parë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën në Medinë, e bën më për këtë realitet. Për shkak se xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë vetëm vendi ku e falin namazin njerëzit. Që shka ardh zamanin në kohën tonë, që xhamin e shfrytëzojnë njerëzit vetëm marrë me fal namazin, dhe ata që vinë, ata që shkojnë xhami, ata që shkojnë xhami, pjesa dërmuese shkojnë vetëm me fal namazin dhe me kaq mjaftohen. Kurse kështu s'ka qenë gjendja në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë vendi ku falet namazi. Ka qenë vendi ku janë përgatit ushtrit. Ka qenë vendi ku janë përgatit misionarët fetar. Ka qenë vendi ku janë përgatit misionarët humanitar. Ka qenë vendi për vendimet më të mëdha që i ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë vendi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij të gjithë veprimtarinë e tyre e kanë filluar prej te xhamia. Gjithçka kanë bë prej te xhamia. E pika kryesore që është vepruar në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mësu feja Allahut subhanahu wa taala. Pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dikush eci në për pazarin e Medinës dhe u tha: "Ejani më shpejt se është duke u shpërndar trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Njerëzit nxituan me nxitim të madh, me shku me marr diçka prej trashëgimisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur erdhën në xhami nuk pan diçka tjetër vetëm se grupe të njerëzve duke mësuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe duke përsëritur çështje nga feja e Allahut subhanahu wa taala. E pejgamberët, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberët nuk kanë lënë trashëgimi, as dinar, as dirhem. Kanë lënë diturin. Kush e merr këtë dituri ka marrë diçka të çusht, ka marrë diçka të çmueshme. Xhamia nuk është vendi që duhet marrë vetëm ditën e xumë. Le të fol njëri prej neve, çka mundet me mësu vetë ditën e xumë në xhami. Ku janë ditët tjera, ku janë prezentimet me përligjerata, ku e mësojmë fenë, ku e mësojmë dinin e Allahut na, ku e përsërisim fenë e Allahut subhanahu wa taala, ku i mësojmë çështjet e fesë Allahut xhalla xhelaluhu, ku e mësojmë kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Vetëm xumë, edhe në këtë xumë me bë pak me vanu hoxha, fitini u del dikujt për njerëzve. Pika kryesore për cilën është bërë xhamia është me mësu fenë Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhalla xhelalu na mëson neve në Kur'an dhe na thot: "Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u." Ata vazhdimisht ju luftojnë juve që t'ju luftojnë, ata vazhdimisht ju luftojnë juve që t'ju pengojnë për fesë tuaj. Ata për fat të keq kanë arrit që t'ja ulin vlerën xhamisë të muslimanët. Kanë arrit për fat të keq, kanë arrit me ul vlerën xhamisë të zemrat e muslimanëve. Sot shkojnë njerëzit në Qabe, ma shumë e madhënojnë kunën e sahabën sa Qabën. Me bo me shku në Qabe, e mos me e bo në fotografit të kuva sahatit, nuk e konsiderojnë që kanë qenë Qabe. Kjo është me ul vlerën Qabës. Kjo është me ul vlerën xhamisë. Kurse në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam krejt të veprimtari janë bën xhami. Me mësu fenë Allahu xhalla xhelalu. Ata në vazhdueshmëri ju luftojnë juve, kuptojeni këtë vëllezëni. Këtë futeni në kokë. Mos që mashtrojnë propagandat e besimtarëve që paraqesin paqë. Harojeni këtë. Allahu e thot të vërtetën, ata kanë gënjy. Ata ju luftojnë juve vazhdueshmërisht që t'ju pengojnë prej fesë. Që t'ju pengojnë prej fesë. Nuk ju pengojnë Mama Teres me mbulesë, ju pengojnë besimtarët muslimanët me mbulesë. Dhe këtë ata e paraqesin para njerëzve. Ti dhe unë ku e mësojnë feja? Në qoftë se nuk jemi në xhami për ditë, ku e mësojnë feja? Në Facebook, në TikTok, në Instagram, me 2, 3, 5 minuta video e mësojnë fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Kurse ata investimin e bëjnë në çdo sferë të jetës tonë, me largu prej fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Ledhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jo besimtarët shpenzojnë pasurinë e tyre që t'ju pengojnë juve prej fesë Allah. Kuptojni këtë. Le ta kuptojnë njëre për gjithmonë se çështja është shumë e rëndësishme. Në qoftë se na i largojmë xhamis, jemi largu prej fesë. Në qoftë se na i largojmë mësimet në për xhamia, jemi largu prej fesë. Çish doje, kush doje ta kuptoje. Kjo është realiteti. Kjo bazë prej bazave.
Jo rastisht e mund këtë vendim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është i mbushur shkupi elhamdulillah me xhami. Asnjë sat në xhamia nuk mush në sabat. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, bereqeti i ummetit tem është në mëngjesin e tyre. Në ato qaste kur shpërndat bereqeti, ummeti e ka gjumin më të mirë. Dhe pastaj dojmë përparim, dhe pastaj dojmë bereqet, dhe pastaj dojmë me eks për para. Na kur qojmi për gjumi, bereqeti ka ikja se dite, ka shku. Nuk ka xhami, nuk ka ditë të javës që s'ka ligjëratën për xhamia. S'ka, s'mundesh me gjejt në ditë. Me thonë, kjo ditë është e lirë. Termini është i lirë. Sa prezentohet me ligjërata, sa prezentohet me mësimin e fesë Allah subhanahu wa taala. Shumë pak. Shumë pak. Dhe kjo është për shkak luftës që besimtarët e bëjnë karshi fesë Allah subhanahu wa taala dhe karshi muslimanëve. E sa është puna rrezik? Karshi këtyre dy ajete që i lexova për luftën e qartë të besimtarëve, karshi muslimanëve për mirë lupën e fesë. Sa është tjetër e rrezikshme çështja? Tha Allahu në Kur'an. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "La taqumu as-sa'a." Nuk ka më bë kiameti derisa kabile, fise për umetit tim të bëhen me mushrik, me besimtarë. Dhe nuk ka për të bë kiameti derisa të adhurohen idhujt përsëri. Idhujt. Statujat me u adhuru. Kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është fjala e të besueshme të Sadukul Masduq sallallahu alaihi wasallam. Nuk bëhet kiameti para se dikush prej këtij ummeti t'i adhuron idhujt. T'i adhuron idhujt. Është mbush gadisht arabik me idhuj. Të cilët idhuj i prishi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I shkatroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I çrënjosi edhe prezente të tyre, edhe materialisht i çrënjosi si ishin prezente. Është tërmbush gadishulli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me idhuj. Tha Allahu në Kur'an për Ibrahim a.s. babën e pejgamberve. Ibrahim a.s. i cili i vetëm shkoi dhe i coftoi zotat që adhuronin pas Allah subhanahu wa taala. Faj'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Shkoi dhe i bani copa. I coftoi krejt. Pas më të madhit që të kthehen ta i madhi ata. E kur pitën popullata se kush i ka bërë këtë, thanë, hadha kabiruhum fas'aluhu in kanu yantikun. Kjo është i madhi këtyre, vetën që se flasin. Vetën. Dhe tha Ibrahim a.s. Wajrubani wa bani an na'bud al-asnam innahunna adlalna kathiran min an-nas. I tha Allah, o Zot, o Allah, këto idhuj, këto Zot më tjerë, posteje, që adhurohen, që smeritojnë adhurimin, këto i kanë deviju shumë për njerëzve. Këto Zotna janë bosh kaptar më deviju shumë për njerëzve. Wa janubani wa baniya an na'bud al-asnam. Më largo mua dhe pasazit e mi që mos e adhurojnë idhujt. Ibrahim nëse me ka bërë këtë dua, le të kallëzon njëri prej neve dhe të zvet, për sfundi herë kur e ka bërë këtë dua, që Allahu ta largon prej adhurimit të tagutit, të idhujve. Për neve kjo tematikë është mshelt. Kurse Ibrahim a.s. e ka bërë këtë dua. Dhe Lukman a.s. i tha dhe vetë, ja buneja la tushrik billah, inna shirke le dhulmun adhim. O djali jem, mos i bën shirk Allahut, se shirku është padrejtësi shumë e madhe. Qëse ka ekzistuar mundësia që bashortja e pejgamberit, bashortja e Lutit a.s., bashortja e Nuhit a.s.,
djali i Nuhit alayhis salam, me qenë prej mushrikëve, me i bë shirk Allahut, dashurtja jon, djali jon, vajza jon, ne jemi të mbrojtur? E kemi siguru veten? Po, e sigurojmë veten atëherë kur jemi të vazhdueshëm në udhëtimin tonë për të Allahun. E udhëtimi jonë për të Allahun nuk bëhet me kam. Udhëtimi për botën tjetër. Udhëtimi për të arrit kënaqësinë e Allahut. Kjo rrugë që çon drejt kënaqësisë së Allahut, kjo udhëtohet me zemër. Kjo piknisin e ka prej te xhamia. Kjo vazhdimin e ka te xhamia. Kjo përfundimin e ka te xhamia. Te vendi ku mësohet feja e Allahut subhanahu wa taala. Te vendi ku përsëritet feja e Allahut, bëhet përsëritje çështjeve për shkak se harrohen. Në qoftë se nuk përsëriten çështjet harrohen, kalon një periudhë, harrohen çështjet. I haron njëri çështjet. A në qoftë se është në xhami, s'ka ku me shku me lejnë Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një prej 7 njerëzve që do të jetë në hijen e arshit të Allahut në gjykimit është një njeri zemra e të cilit ka qenë e lidhur me xhamin. Në hijen e arshit të Allahut. Çfarë dite? Atë ditë kur njeriu ik prej bashortës vet, prej fëmijës vet, prej nanës vet, prej babës vet, prej kabilës vet, secili është i preokupuar me veten e tij, derisa dhe pejgambert e Allahut subhanahu wa taala, prej te Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, përveç tina, të gjithë thojnë nafsi, nafsi, vetja ime, vetja ime. Në çdo ditë shpëton dhe është në hijen e arshit të Allahut ai i cili zemrën e ka pas të lidhur me xhamin. Atë që gjet në xhami, ko filani, në xhami ka më dal. Dihet në drek, në kindi, në akşam, yatsin, sabah, në xhami e ki. S'ke ku me të hup, me bom ju fik telefonin nënit prej neve, ku e gjen, o vllazni, ku e gjen, ka do ku e gjen. Zile që është malë rrima një hap, ku kina me gjetën e tjetrin. Pash Allahin përgjigjeni, ku kina me gjetën e tjetrin. Nuk e dim. As kafët nuk e dim se ka shumë kafe, nuk e dim ku janë. Sahabët janë gjetë në xhami, janë gjetë. Në sabah në xhami, në drek në xhami, në kindi në xhami. Mendojmë na se kemi preokupime më shumë se ata? Mendojmë na se jemi të zonë në bizneset tona më shumë se ata? Po dhe kanë qenë multimilionera, o vëllezër. Ata kanë qenë multimilionera, miliardera kanë qenë. Ama në xhami e ki pas. Pasuria e dunjas ta ka shkua. Kreta e plaçke luftës që e kanë fitu kundër romakëve, edhe kundër persianëve. A dini çfarë pasurie është? A keni idenë ose keni idenë? A keni idenë vetëm? Tash një grabitje që është bën në Francë, që kanë ndesh me marrë dhe e taçin e princezës së tyre, jashtë asoj vjetë që kanë bërë, ajo u kushteroi ke miliarda, shumë parë, ekstrem në. Po Kisra, gruaja e Kisrës, taçi i Kisrës ka ardhur në Medinë ka ardhur. Ai ari, ai argjent, ai pasuri në Medinë ka ardhur. Është shpërndarë për luftarët që kanë marrë pjesë në për lufta. Këto luftarë këtë në për xhamia kanë qenë. Rijalun la tulhihim tijaratun. Bura. S'ka thonë Allah meshkuj. Ka thonë rijal, bura, të cilët nuk i mashtron tregtia edhe pasuria, që me largu prej përmendjes Allahut, faljes namazit, dhënies zakatit. Nuk i mashtron. Xhamia është vendimi i parë. Pse? Që me u arrujt besimin fillimisht besimtarëve. E dyta, më zgjatemi më shumë. Vëllazni lloku. Ta përmendet këtë fjalë të Imam Shirazit, i cili ka thënë: "Idha uqimatis salatu wa lam tarawni fi as-saffi fatlubuni fi al-maqbara."
Në qoftë të se thiri kameti, e nuk më shif një saf, lypëm një të varezat. Në qoftë se thiri kameti në xhami, e jo nuk më shif një saf mua, ta dini që këmë të dhekë. Që do me thonë, s'ka shanë të mësë qenë në xhami. Dhe në parashojtë si për neve tash një pytje. Prej në Ramazan dhe i qëtash, sa namazet sabajt i këna falë në xhami? Prej Ramazanit dhe i tash, sa namazet i këna falë në xhami? Ndoshta dikujna as sa gishtat e një dore si kalon. Jo sabaj, këtë namazet. As sa gishtat e një dore si kalon, prej Ramazan dhe i tash, prezent në xhami. Gjumon nuk prezent në gjumon, se gjumon pa tjetër e kanë marë. Se me bëmës me qenë gjumon e fars, as gjumon nuk vi. Dhe pastaj, i bim gjokësi se na jena bura të hakut. Të hakut, kalojmë 5 muj, 6 muj, 7 muj, dhe ti si e prezent as 5 herë në xhami, lartë të vërtetë është kjo. Vendimi i dytë, vllazniloku. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i vllazroi muhaxhir dhe ensart. Për çka? Që ta ndihmojnë njëri tjetrin ta largojnë dunjon dhe epshin prej tyre. Njollat e dyshimeve largohen në përmet prezentimit në xhami, ligjërata, mësimit të fesë Allahu subhanahu wa taala, edhe njollat e epsheve largohen në përmjet shoqërimit me njerëz të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vllazroi Abdurrahman ibn Auf, i cili ishte prej muhaxhirëve, me Saad ibn Rabia. Imam Buhariu transmeton hadith të saktë se kur i vllazroi Saad ibn Rabia i tha Abdurrahman ibn Aufit, unë kam ti e ditë që jam një prej më të pasurve të Medines. Tash i bin gjithçka që unë posedoj për gjyse. Sa që ka transmetim, sa gra i ka pas, cilat pëlqen e bëj talak, mere njënën apo dy, që se ka pas 4, 2, që se ka pas 1, që ka pas 2, 1. Qka kanë krejt për gjys? Allahu akbar farbura. Ku me gjejt dhe kësi vllazdi, sot që të tojmë merë pasunin sisteme ishme stanije, s'ki der. Apo? Ku me gjejt dhe këshire farburi, ka thonë krejt për gjys, krejt pasunin. 1 milion euro, 500.000 për ty, 500 për mu, Allahu akbar. Po thamë 1 milion euro. 1 milion euro, 500. 100 euro, 50. 2 par papuqe, 1 par për ty, 1 par për mu. 2 vetura, 1 për ty, 1 për mu. 2 shtëpia, 1 për ty, 1 për mu. 1 shtëpi, gjys për ty, gjys për mu. Për gjys. Ku me gjejt me kësi bura, Allahu akbar, subhanallah. Që i farë burat në dheja këngë. Abdurrahman ibn Aufi ka qenë njëri bereqetshëm. Ka qenë njëri i bereqetshëm. I ka thonë, Allah i dhash bereqet në pasunin tante. Allah i dhash bereqet në familjen tante. A ma kaldon mu ko pazarit. Qka që? Që farë buri ki? Ka pas si bura s'kur ki pare, se ka pas si ki diti si kanë bo sytë të pasuja tjetrit. Shi ku shkoj ki mejta one. Helbet më s'pën fugë dhe mundit shka. S'kanë qenë kështu. Kanë qenë bura. Allah ka cilësu si bura, rijal. La tulhihim tijara. Nuk i ka vazhdo pa tregtia, edhe pasuria. Ka thonë ko është pazari. Ka dalë pazar, ka blej, ka shit, ka qenë tregtar, ka qenë i bereqetshëm. Për shkurt kohë, për disa ditë. Është martu me një grua prej ensarve, jo ka dhonë zekatin, edhe ka vazhdu jetën. Dhe më vonë pastaj Abdurrahman ibn Aufi ka qenë prej dietarëve të sahabëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ka qenë prej milionerave, ka pas shumë pasuri. Këto cilësitë e burrave që Allah ka thënë në Kur'an i ka pas ky njeri edhe shumë të tjerë kanë pas shumë. Ka qenë mujahid, nuk e ka huç në një luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë tregtar ekstrem, pasuri ka pas shumë. Ka qenë dietar, ka qenë adhurues, ka qenë asket, që se ka dash këtë dunja. E ka jetu jetën për Allahun xhelle xhelaluhu. Pse?
po ata e lanë me më të mirën, e lanë për Allahun, e lanë Mekën, e lanë vendin më të daluar në tokë, për Allahun e lanë. Shkunë në Medinë, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, banën hijret të Allahu edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ebu Dardan e vllazëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Selman Farisiun. Shkojnë ditë Selman Farisiu te Ebu Dardaja me lyp te shtëpia. Nuk çolloi Ebu Darda aty, çolloi bashkëshortja e tij. Tha ka mundësi me thonë diçka? Tha urzno. Tha ky vllavia te Ebu Dardaja e jeton jetën sikur mos me pas bën nevojë për gruaja hiç. Se ka trunin me veti, kuptimin e fjalës, a ka gruaja, s'ka gruaja, a ka familja, s'ka familja. Hiç s'na kushton vëmendje. Tamam. U pa në Ebu Dardan radhiyallahu anhu mejma'in, Selman Farisiu, edhe ullën në tryezë. I tha ha. Tha jo jam agjerushëm. Tha presh agjerimin ha. Presh agjerimin ha. Ebu Dardaja prish agjerimin në nisim angë bukë. Aran me flejt natën, Ebu Dardaja mund abdes, qohët më falë namaz natë. Tha bir flej. Tha du më falë namaz natë. A kesh më falë namaz natë? Jo. Tha bir flej. Bir flej. Aran me flejt Ebu Dardaja. Pak para sabajt, Selman Farisiu e qëj për gjumi, tha që falë është tash. U që du falë namaz natë. E pas ta i tha, o Ebu Darda, trupi jot ka hak. Trupi jot ka hak. Gruaja jote ka hak. Shpirti jot ka hak. Jepja secilit hakin. Abu Dardas nuk i pëlqejti kjo. Shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha Rasulullah, Selmani më ka thonë kështu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Selmanun afqahu mink. Selmani është më i mençur se ti, më i dijshëm se ti. Ja pohoi këshillën pejgamberi, ja vërtetoi këshillën Selman Farisiut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse vllazëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kjo Ebu Darda është duke po mirë, ama gruaja kishte nevojë për burr. Gruaja kishte nevojë për kujdesin e burrit. Ebu Darda ishte vo gjuna, ishte vo mirë, agjerim, namaznate, preokupim. Mirë po, anën me një anë tjetër, la disa për obligimeve. E në qoftë se s'kemi kësi shoqërijet mirë, në qoftë se na kemi nëse shoqërije cila është bo shkaktare, që na kemi të pakujdesshëm në raportin tonë me Allahun, është bo shkaktare me qenë të pakujdesshëm ndaj familjeve tona. Gratë, ku më në ku pasaj? Ku mi gjetë gratë? Në qoftë se shoqëria jo nuk është shoqëria xhamisë, ku me ta gjetë shokin mua në ku gruaja? Me i thonë, fole me këti dosti tanë, se kim në mund qafë kretëve. Me fmi, me nanë, me babë, me burë, me kretë në mund qafë. Kjo është shoqëria e mirë. Për këtë shkak pejgamberi sa i vllazëroi. Që në moment që lëviz dikush nga e djathtë apo e majta, ky me qenë këtu me ndalë, me këshillue, me këthi për të Allahu subhanahu wa ta'ala. E sot, për shkak këtyre dy çështjeve, vinë devijimet, vinë largimet. Sot kemi njerëz të cilët kanë qenë të davetit, e kanë lënë davetin. Kanë qenë njerëz të xhamive, i kanë lënë xhamit. Kanë qenë njerëz të vllazëllëkit, që janë shoqëruar me vllazni, që ata përkujtojnë Allahun dhe pejgamberin, jam të thonë për vllazni që ta përkujtojnë Allahun dhe pejgamberin se stan. Për shkak se ka do prej atyre që i thon vetë pi vllaznive, e janë bërë shkaktar që do vllazni të zonë me i hek mjekrat, me i zhilçu pantallonat, me i ngushtu pantallonat, mos marr kur në xhami, mos marr kur ligjërata. Të vllaznive, to e zon vetë pi vllaznive. Ka do mujahida që e zon vetë pi vllaznive, do ekstremot shumë burat fortë janë ato, që kur zvin xhami, që kur zvin ligjërata, që kur nuk i falin sunet. Vitri s'po tha, po sunet nuk i falin, dina. Në kafe, në haram, këto njerëz ka piktive që i thojnë vetë pi vllaznive. Këto janë bërë shkaktar, ka një grup i këtyre njerëzve që bëhen shkaktar që shumë prej vllaznive të mirë mi largu për fesë Allahu subhanahu wa taala. Mi largu për fesë Allahu subhanahu wa taala.
Shoqëria e keqe bën shumë dëm këtë botë, mirë po në botën tjetër nuk ka pendim te Allahu pastaj. Yawma ya'addu adh-dhalim